Sot do ju marr me vete gjatë gjithë ditës time për t'ju treguar që edhe unë bëj një jetë normale dhe jam një njeri normal si gjithë ju. Atëherë parë se të dalim, le të bëjmë the outfit check. Jam veshur shumë super thjesht me tuta, me një bluzë zezë, me shamin, çantën, edhe shapkat, por që për momentin I kam poshtë. Ja dhe shapkat I veshëm. Prisim grupi shurupin për dalë. Nga video ekrani se qën ka pak pa larë. Sot kemi marrë shofer privat, jemi lux fare. Nisëm për brunch, përfunduam vetëm me pije. Në cika që kemi motrën edhe ditin. Rova një punë që kisha këtu te Toptani edhe tani të ikim për tek dentistja. E mbusha dhe dhëmballën. Jam okay deri tani, po e di që do më dhimbি pastaj. Do më dhëmbi. Edhe te tegu tani të vëma namazit, do falem edhe lash makinën të lahet ndërkohë. Na kanë shpëtuar me këtë dhomën me thënë drejtën. Sapo kemi porositur bukën edhe u ka ardhur vetëm me çunave. I erdhi buka edhe motrës. Unë kisha porositur 2 pjata me makarona dhe ai nuk e kishte dëgjuar, që kështu unë do të pres edhe një 10 minutë tjetër për pjatën time. Dhe e bukur është jam gjithë ditën pa bukë edhe dua të ha diçka dhe ma vonuan. Më erdhi edhe mua buka, është njëjta pjatë, po pa djathka të shkavall. Pushuam pak tek shtëpia, tani do dalim për të hëngër dark. Edhe ky është the outfit, se dëshirosh. Outfiti është shumë I thjeshtë, nëse ky kushëriri do ndaloj të qeshur që unë të filmoj, ishte shumë mirë. Kjo është zonjusha për sot, edhe ikim. Pas ka super shumë trafik, ndërkohë që ne nuk e dim se ku të shkojmë për dark. Shumë trafik.